Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të ri të Pot Flas. Sot të flasim për një temë ndryshe, e cila është shumë e nënvlerësuar në pjesën e arsimit, por lidhet drejt për së drejti me çrregullimet neurozhvillimore. Tema që sot do të trajtojmë është tema e disleksisë, metodat diagnostikimi dhe trajtimi i disleksisë. Për këtë arsye kemi të ftuar Laurenën. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, kënaqësi. Tashmë ju jeni drejtuese e qendrës së parë të disleksisë në Shqipëri dhe faleminderit që jeni këtu për të trajtuar këtë temë. Unë jam drejtuesja shkencore e Dysleksia Center në Tiranë, metoda Pavlidis. Jemi tashmë prej 2 vitesh në Tiranë dhe është shumë kënaqësi të flases për temën e disleksisë dhe ADHD-s, janë çrregullime neurozhvillimore me një potencial shumë të lartë, por me shumë pak informacion, si në fushën e arsimit, ashtu edhe në komunitetin e prindërve, shenja diagnostikuese, ato që janë simptomat e para. Kështu që mendoj që ka shumë për të folur dhe shumë informacion të vlefshëm për t'i kapur sa më parë dhe për t'i diagnostikuar sa më herët që të kemi dhe atë prognozën e mirë që duam. Faleminderit, prandaj edhe kjo është arsye që të trajtojmë nga fillimi deri në fund një episod i cili në një podcast që i dedikohet vetëm fëmijës dhe gjithashtu që trajtojnë tema nga profesionistë të fushës. Ajo që ta fillojmë për të gjithë prindrit, në një gjuhë sa më të thjeshtë dhe jo në atë gjuhën klinikë ose diagnostikuese sipas manualeve diagnostikuese. Në një gjuhë të thjeshtë për prindrit që na dëgjojnë, çfarë është disleksia? Atëherë, këtu ka një keqkuptim dhe keqkuptimi vjen për shkak se disleksia shpesh ngatërohet dhe futet në pjesën e vështirësive në të nxënë. Kemi vështirësitë në të nxënë dhe disleksin nga ana tjetër. Vështirësitë në të nxënë do të thotë që kemi një faktor dhe një arsye kryesore pse ky fëmijë ka vështirësitë në të nxënë. Dhe kur themi vështirësi në të nxënë, do thotë që ecën në mënyrë lineare të ulët progresi akademik në të gjitha lëndët. Pra që do thotë, nëse një fëmijë vjen nga një status socioekonomik i ulët, bën mungesa në shkollë, automatikisht dhe rrjedhimisht do të ketë një progres më të ulët akademik se sa shokët dhe shoqet e tij. Pra kjo quhet një vështirësi e përgjithshme në të nxënë. Nëse një fëmijë ka një inteligjencë nën mesataren, dhe progresi akademik do jetë ndjeshëm më i ulët se sa bashkëmoshatarët. Nga ana tjetër qëndrojnë disleksikët, pra që edhe pse të gjithë faktorët mund t'i kenë në favorin e tyre, sërish ata kanë një ngecje dhe një ngërç në lexim dhe në shkrim. Dhe kjo vjen me një probabilitet shumë të lartë me komponent gjenetik, pra rrjedh në familje. Ka një tendencë në rritje më shumë djem se sa vajza. Pra kemi 3 deri në 5 djem dhe 1 vajzë, ashtu si në të gjitha çrregullimet neurozhvillimore. Shpesh prindrit thonë, ku kam gabuar, ndoshta nuk e pata mjaftueshëm në kopësht, në parashkollor, nuk kam punuar sa duhet me të. Ngjarje traumatike që ndodhin në familje, këto nuk janë arsye për disleksin. Disleksia është e lindur. Sigurisht faktorët mjedisor e përkeqësojnë ose e përmirësojnë pra shkallën e disleksisë, por nuk janë ndezja e problemit. Disleksia në fakt identifikohet vetëm kur arrin në klasën e 2 ose 3 dhe kjo është një vonesë shumë e madhe me teste tradicionale, që do të thotë një fëmijë kalon klasën e parë, kalon me vështirësi dhe i lihet pra këtyre boshllëqeve që vijnë nga klasa e parë, nuk është mësuar, kalon dhe e dyta dhe diku nga mesi i klasës 3 kur vështirësia fillon të shtohet. Kupton, identifikon si mësuesi ashtu dhe prindi që ka një hendek shumë të madh pra midis bashkëmoshatarëve dhe fëmijës në identifikimin e shkronjave, të formulimit të fjalive apo rregullave gramatikore. Edhe pse ata i njohin rregullat gramatikore, aplikimi i tyre duket pothuajse i pamundur. Dhe si shpesh shprehen dhe fëmijët gjatë punës në terapi, bëhet ajo sallata e fjalëve, pra e shkronjave që nuk arrin dot të përqendrohen. Disleksia fillon shumë herët faktikisht dhe simptomat e saj lidhen edhe me një vonesë gjuhësore. Rreth 20% e fëmijëve të cilët diagnostikohen më vonë me disleksi shfaqin një vonesë gjuhësore. Gjithashtu kanë një problem në renditjen sekuenciale, pra si të rrobave, rendin e ditëve të javës, muajt e vitit, në mësimin përmendësh, kemi deri diku një atrofizim të memorjes së punës. Pra kujtesa afat shkurtër është gati atrofizuar. Pse? Sepse preket e njëjta zonë, ajo që është e leximit, e të folurit, po, edhe e kujtesës së punës. Gjithashtu çrregullime në gjuhën ekspresive.
Nuk është e thënë që një fëmijë të ketë të gjitha këto simptoma, por sa më shumë të ketë, aq më e thellë është edhe shkalla e disleksisë. Dhe janë pikërisht ata fëmijë me disleksi që harxojnë më shumë kohë duke mësuar, duke bërë detyra, duke u sforcuar dhe sërish rezultatet janë më të pakta. Dhe vjen në qendër të kritikave, në qendër pra në shkollë ka një mjedis shpesh që u vë në pa dështimin, pra nuk arrin të lexojnë si shoku dhe krijohet pastaj edhe ngarkesa emocionale, psikologjike që janë ndër pasojat më të rënda që vjen me disleksin bashkë. E qartë. Ju thatë që diagnostikohet shumë herët ose vjen në shenjat e para shumë herët. Përsëri, domethënë që të mbetet në memorien e prindrit. Fëmia është në klasë të parë, cilat mund të jenë 2-3 shenjat, 2-3 sjelljet që duhet të vërej dhe të jenë shqetësuese ose sinjal alarm për prindrin që duhet të drejtohet drejt një specialisti. Atëherë, nëse fëmia ka frekuentuar ose jo parashkollorin, ka frekuentuar ose jo kopshtin, koha mesatare që i duhet për të mbushur të gjitha boshllëqet e tij, pra nëse nuk ka shkuar asnjë ditë në parashkollor, i duhen 6 muajt e parë. Pra semestri i parë është plotësisht i mjaftueshëm që ai të ndjeki ritmin e bashkëmoshatarëve. Nëse prindi shikon që fëmia deri këto 6 muaj është sërish ka një pravambetje dhe është pas në progres se sa bashkëmoshatarët, këto janë disa sinjale shumë të rëndësishme. Sinjalet të rëndësishme janë shkrimi pasqyrë. Pra nuk arrin të identifikojë, në vend të B-s shkruan D-n. Shkrimi pasqyrë është një nga sinjalet më alerte që duhet të vjen re. Po, për disleksin. Gjithashtu nuk arrin të memorizoj fjersha, ka shumë të vështirë në momentin që supozon fjalët. Një tjetër, pra disleksikët janë fëmijë shumë inteligjent, sepse në momentin që përballen me një tekst dhe shikojnë dhe figurat e ilustruara, arrin domethënë të supozojnë tregimin në bazë të imazheve. Supozimi i fjalëve, pra fillon fjala dhe supozon pjesën tjetër, po, që nuk arrin pra ta deshifrojë deri në fund, ta dekodimin fonologjik i pravambetur. Gjithashtu gabime që shoqërohen edhe në artikulim. Nuk përshtatet emri në gjini në rast që janë sinjale shumë të forta që kemi të bëjmë pra me një problematik dhe një vështirësi, jo thjesht me mungesë dëshire dhe pune. Sepse shpesh përkthehet si dembelizëm, por për këdo nga ne, në momentin që përballet me një detyrë dhe një vështirësi që i kalon aftësitë e tij, gjëja e parë që na vjen ndërmend është të dorëzohemi. Dhe ky nuk është dembelizëm, po është shmangje nga ajo që duket e pamundur. Pra siç janë shkronja dhe shkrimi në rastin e fëmijëve. Ose refuzim dhe kundërshtim, pastaj kalojmë në sjellje. Pastaj kalojmë që procesi i bërjes së detyrave kthehet në luftë. Domethënë prindi me fëmijën, të dy agravohen situata dhe në fund pas 2 orësh nuk kanë arritur të bëjnë detyrat. Edhe prindi është i ezauruar emocionalisht, edhe fëmia gjithashtu. Dhe shpesh mungojnë mjetet, domethënë mjetet dhe qasja e duhur për ta bërë këtë proces ashtu siç duhet. Dhe një prind pas këshillimit që bëm në qendër, tha është hera e parë që me fëmijën tim punoj si ekip dhe jo si armik. Dhe kjo është ndryshon dhe klimën familjare dhe emocionale të fëmijës. Patjetër, është edhe ajo siç edhe u përmendet edhe në shkollë, pastaj fillon kjo pjesa duke refuzuar ose duke dalë të fundit gjithmonë ose të përfundojnë detyrën të fundit, fillon ajo mosdëshira për të vajtur në shkollë ose izolimi social, domethënë fillojnë shumë gjëra. Po ajo që ndikon më shumë është ulja e vetvlerësimit. Ulja e vetvlerësimit dhe vetbesimit dhe te fëmijët me vështirësi në pjesën e akademike kryesisht me një progres më të ulët, sidomos te disleksia që kanë një inteligjencë të mirë dhe kuptojnë diferencën me bashkëmoshatarët e tyre, krijohet ajo ndjesia që nuk ja dalin për asnjë gjë. Do të thënë që nuk do arrin kurrë që të bëhen lexues të mirë. Zakonisht kur fillojmë seancën e parë të trajtimit, pyetja e parë që bëj është a beson që do bësh një lexues i mirë? Dhe shpesh më thonë jo. Dhe i them, po sigur ta provojmë sot dhe unë të tregoj që ti mundesh të bësh një lexues i mirë dhe shikoj një dëshirë dhe motivim shumë të madh të fëmijëve. Fëmijët që kanë vështirësi në lexim janë të parët që duan të kalojnë këtë vështirësi, por gjithmonë jo duke i tensionuar dhe duke i vënë kritika nuk është zgjidhja. Kritika vetëm ul vetbesimin dhe e bën këtë fëmijë të pamotivuar dhe të shmanget nga detyrat, nga përgjegjësitë e tij. Nga çfarë edhe ju cituat pak më parë është edhe pjesa edhe ADHD-ja, disleksia dhe ADHD-ja, si qëndrojnë këto me njëra tjetrën dhe në momentin që një fëmijë
i ka të dyja. Çfarë ndodh dhe si është puna me këto raste? Shumë e bukur si pyetje, në fakt në 90% të rasteve, nëse kemi të diagnostikuar një fëmijë me disleksi, është mbi vendosur dhe ADD-ja. ADD-ja është e formave të ndryshme, është deficiti vëmendjes, e forma e përzier, hiperaktiviteti, impulsivitet me deficit vëmendje ose vetëm impulsiviteti. Nga përvoja praktike në qendër, impulsiviteti dhe hiperaktiviteti është ai që na i bën situatën më komplekse, domethënë. Janë fëmijë që kur testohen në testet e inteligjencës dalin me një IQ superiore të lartë, pra kanë një potencial, por ky potencial shkon shpesh i pakanalizuar. Pra një potencial që është këtu, atje nuk arrin të përfundojnë asnjë punë deri në fund, shpesh kanë karakterin sfidues opozicional, pra kundërshtojnë për gjithçka, nuk kanë dëshirë që të ulen dhe të dëgjojnë, mendojnë që dinë çdo gjë. Të bashkëqyruar kjo dhe nga disleksia e bën situatën më komplekse, që do të thotë do të punojmë në 2 drejtime në të njëjtën kohë, dhe me pjesën akademike të dekodimit fonologjik, por dhe me vëmendjen dhe përqendrimin. Të dyja këto, si ADD-ja dhe disleksia, sa më herët të diagnostikohen, aq më e mirë është prognoza dhe ardhmja e atij fëmie. Deri tani në Shqipëri, testimi dhe diagnostikimi i disleksisë dhe ADD-s bëhet me teste tradicionale, pra me laps dhe letër, që ndikojnë shumë faktorë, jo vetëm kaq, por vonon edhe në kohë. Pra, siç thash dhe më parë, disleksia do të paktën deri në klasën e 2 apo të 3 që të vijnë re disa vështirësi. Ne tashmë me testin Pavlidis arrijmë që në moshën 4 vjeçare që të diagnostikojmë disleksinë dhe ADD-n, që do të thotë fëmia derisa të hyjë në klasë të parë ka marrë trajtimin e duhur dhe prognoza është ndjeshëm më e mirë se sa një fëmijë që ka përjetuar edhe frustrimin në shkollë, edhe këtë pjesën e kritikës, edhe problematikat dhe pasojat psikosociale, dhe çdo gjë shkon më e rënduar dhe më e vonuar në kohë. E qartë. Testi që edhe ju aplikoni në qendrën tuaj, siç është edhe qendra e parë në Shqipëri tashmë në Tiranë, është një test diagnostikues apo një test vlerësues për të gjithë ata që ta bëjmë të qartë për të gjithë prindrit që duan një informacion më të qartë? Testi Pavlidis është testi i parë biologjik në botë, pra që do të thotë na jep një përqindje të saktë 97.6% për disleksinë dhe 96.5% për ADD-n. Është një test që përdoret në mënyrë universale në të gjithë botën, sepse nuk ka nevojë që fëmia as të flasë dhe as të shkruajë. Fëmia ulet para sistemit fotoelektronik, pra që mat lëvizjet okulare me 1 milisekond. Që do të thotë, dhe fëmijët me ADD, edhe ata me disleksi, shoqërohen me lëvizje okulare të parregullta, pra me sakada dhe amplituda që ndryshojnë nga lexuesit e rregullt dhe fëmijët pa ADD. Kjo pajisje me sistem fotoelektronik regjistron lëvizjet okulare me 1 milisekond dhe i analizon ato, duke na nxjerrë pastaj të gjithë raportin e detajuar mbi shkallën e vështirësisë, llojin e vështirësisë dhe çrregullimit neurozhvillimor, por edhe planin e trajtimit dhe një kohë zgjatje se sa na zgjat në kohë. Kjo ndoshta mund të jetë ajo pjesa që nxjerr edhe pjesën e trajtimit të rastit. Nga gjithë ato raste që ju keni vlerësuar, si ka qenë prognoza e këtyre rasteve? Unë them në momentin që kemi pjesën e ADD-s dhe disleksisë dhe kemi një inteligjencë të mirë të fëmijës, trajtimin e bëjmë sipas rastit me neurofeedback oftalmokinetik. Neurofeedback oftalmokinetik është një tjetër sukses i jashtëzakonshëm për pjesën e ADD-s dhe disleksisë. Fëmia sërish përdoret teknologjia me lëvizjet okulare. Qëllimi i neurofeedbackut është që të ndërgjegjësoj trurin dhe të pavetdijshmen ta bëjë të vetdijshme ndërmjet stimujve të dritës që përçon. Në momentin që fëmia mëson pra të kontrolloj dhe të ketë në kontroll të pavetdijshmen e tij, ne kemi arritur një sukses të madh. Pra që ai arrin të menaxhojë emocionet dhe jashtë, të arrijë të kuptojë dhe të përpunojë pjesën emocionale, impulset, vëmendjen dhe përqendrimin, por edhe në disleksi. Disleksia ka lëvizje të çrregullta të syve dhe neurofeedbacku na jep një mundësi shumë të mirë dhe është teknikë shumë e mirë për rregullimin e lëvizjeve okulare, pra ndjekjen e ritmit të leximit, që do të thotë, në momentin që ne si lexues
tipik. Kur lexojmë, syri duhet jetë të paktën 3 fjalë para asaj që po lexojmë, që të kemi rrjedhshmërinë, intonacionin, grupimin semantik. Te fëmijët me disleksi kjo nuk ndodh, pra syt shkojnë para dhe mbrapa në mënyrë të pakontrolluar dhe fillon bëhet sallata e fjalëve dhe përzierja e shkronjave. Neurofeedbacku fillon pra ti tregoj ritmin e dur të ndjekjes së linjës së leximit. Dhe në fund të muajit, çdo muaj pra na nxjerr një raport të progresit të fëmijës. Pra çdo gjë është e matur në fakte dhe analizuar që na ndihmon ne edhe në punën tonë dhe në prognozën e fëmijës. E qartë. Këto janë raste të cilat vazhdon në kohë trajtimi dhe nuk janë raste që trajtimi vazhdon për një kohë të shkurtër. Shiko, rastet varen nga niveli dhe shkalla e vështirësisë së diagnozës së marrë. Pra, nëse kemi një disleksi të thellë dhe fëmia është në klasën e 5, ne do rikuperojmë 4 klasat që kanë humbur. Pra, punojmë këtë vit dhe jemi sërish në klasë të parë dhe të dytë. Pra, plani i trajtimit fillon nga gjërat më bazike që ka nevojë dhe ajo hapësira boshe që është krijuar me kalimin e klasave janë mbartur shumë boshllëqe. Edhe hendeku, mosha kronologjike, moshën mendore. Bravo, dhe sa më shumë rriten klasat, më shumë ngarkohen dhe koha zgjatet më tepër. Prandaj unë më shoj shumë pjesës së diagnostikimit të hershëm. Pra që në moshën 4-5 vjeçare, nëse prindi vëren diçka që nuk shkon, një vështirësi. Pra shpesh të përfshirë edhe nga pjesa emocionale, prindit thonë hëse do kaloj, hëse. Nëse i jep edhe një kohë fëmijës, edhe 3 muaj dhe 6 muaj dhe shikojnë që kjo vështirësi ngelet aty, është mirë që të drejtojnë për një vlerësim nga profesionistët, sepse diagnoza nuk e ndryshon fëmijën, e përshkruan më mirë atë dhe na ndihmon si ne, ashtu edhe fëmijët, edhe prindrit ta kuptojnë më mirë fëmijën e tyre dhe qasja të jetë e individualizuar për të prekur pra ato vështirësi që ka nevojë. E qartë. Në gjithë kohë që nga momenti i hapjes së qendrës tuaj deri më tani, cilat kanë qenë moshat që prindrit kanë sjell për vlerësim për herë të parë tek ju? Në fakt ka një ndërgjegjësim shumë të madh dhe kjo më vjen mirë dhe në fillimet e mia nuk e dija që prindrit ishin, domethënë të lexuar për pjesën e disleksisë, të simptoma, ka pasur një interes të jashtëzakonshëm. Moshat janë kryesisht moshat shkollore, pra që fillojnë që nga klasa e parë deri në moshat e rritura. Kemi shumë adult të cilët janë dhe të suksesshëm, por gjithmonë kanë pasur vështirësinë me leximin. Kemi pasur studentë të mjekësisë që kanë kërkuar pra një specializant që kanë kërkuar një raport për të dhënë provimet me gojë për shkak të literaturës së ngarkuar. Pra disleksia i ka penguar që të shfletoj dhe tani me audio, që unë sugjeroj shumë shpesh, domethënë që libra dhe literaturën ta dëgjojnë në audio dhe të kenë mundësi pra ndërmjet një raporti që këto provimet i japin me gojë, siç bëhet në të gjithë botën dhe në Europë. E qartë, kjo është siç ka nisur normalisht edhe në shekullin 19 edhe vetë disleksia kur është zbuluar që është ajo që nga termat e parë, verbëria e fjalëve, ose ajo pjesa britaniku Morgan që thotë që kam një student, 14 vjeç, ai thotë është ekselent, por që nuk di të lexoj emrin e tij. Po kjo është dilema e madhe, domethënë që si ka mundësi që këta individ kaq inteligjent dhe kaq të arrirë kudo, kur vjen puna te leximi, pra duket sikur kanë një verbëri totale te pjesa e shkronjave. Madje edhe profesori në zbulimin e testit në vitin 82 është nisur nga një shoqja e saj në universitet, domethënë që tha që më thoshte që nuk arrit të lexoj dhe çuditesha si kjo vajzë kaq inteligjente nga të rrojtë shkojnë duhet të ketë diçka në sytë e saj dhe bëri atë zbulimin e testit Pavlidis që është një arritje shumë e madhe për një gjë shumë interesante, domethënë çdo çrregullim ose çdo gjë në pjesën psikologjisë ka gjëra interesante, po disleksia është me vërtet pak ndryshe, sepse janë pjesa e të kuptuarit dhe pjesa e të menduar, duke marrë vetë parasysh se si riprodhohet informacioni, i një rasti që është me disleksi diagnostikuar është me vërtet shumë interesante. Përveç prindërve, ka raste që mund të jetë sugjeruar nga mësuesit, nga edukatorët? Ka shumë raste nga mësuesit, madje ka mësues të cilët telefonojnë shpesh për të konsultuar dhe për të pasur mundësi si të
qasja në klasë me fëmijët, me nxënësit, të cilët janë qoftë me ADHD apo dhe disleksi. Ne mbajmë edhe trajnime të ndryshme që ka pasur një interes të jashtëzakonshëm për pjesën e mësuesve të paktën për të njohur simptomat dhe qasjen se si të qasen me fëmijët që të kenë një progres më të dukshëm. Trajnimet i bëjmë 2 ditore, të cilat kanë marrë pjesë profesionist me pjesë praktike. I më shoj shumë pjesës praktike se është ajo që duhet në pjesën e klasës dhe të organizimit dhe qasjet me fëmijët. Sepse shpesh fëmijët me disleksia dhe sidomos me ADHD janë në qendër të kritikave dhe kjo kritik shpesh i detyron që shkolla të kthehet në një ambient jo të dashur, pra që mos janë të motivuar të përpiqen. Dhe kjo qasje duhet të ndryshojë, pra jo fëmijë që janë dembel, që janë të pabindur, por që në momentin që mësuesi qaset me ndjeshmëri dhe me një qasje më natyrale, unë jam e bindur që edhe fëmia ndryshon dhe motivohet ndryshe. Pra ka dëshirë të bëj përpjekje. Pavarësisht të trajnimeve ose metodologjisë së mësimdhënies që ndodh sot në sistemin arsimor shqiptar, e shikoni ju, siç ajo pjesa edhe ju e përmendët, pjesa që prindërit janë ndërgjegjësuar, pjesa e sistemit arsimor në Shqipëri në ditët e sotme ka ndryshuar pozitivisht në qasje jo vetëm ndaj disleksisë, fushën në të cilën ju edhe po punoni, por edhe ndaj të tjerave. Përkundrejt fëmijës. Po, në përgjithësi në çrregullimet në orë fillimore ka një qasje ndryshe, ka një ndërgjegjësim, ka një mësimdhënie ndryshe, pra në bazë të vështirësive dhe aftësive të fëmijës. Pra kemi mësues të cilët qasen në mënyrë më natyrale, që referojnë nxënësit, që kanë dëshirë edhe në marrjen e rezultateve, përveç prindërit shpesh vijnë edhe mësuesit që shoqërojnë dhe kjo më gëzon pa mas. Pra kanë dëshirë që të jenë të informuar se si mund të mbështesin ose se si mund ndihmojmë. Në momentin që japim vlerësime dhe raportin diagnostik, unë gjithmonë përgatis dhe një plan me rekomandime për mësuesin dhe deri tani kemi pasur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, telefonata, shpesh takime të cilat ne koordinohemi, sepse është gjithmonë ajo pjesa e bashkëpunimit qendër, familje dhe shkollë. Dhe në momentin që i kemi të treja këto komponentë, çdo gjë ecën më mirë dhe suksesi duket më herët. E qartë, patjetër është ajo pjesa në të mirën e fëmijës dhe duke bashkëpunuar të gjithë, është ajo pjesa e rezultatit. Ajo që përmendëm edhe pak më parë është pjesa e ankthit, pjesa emocionale. Në momentin që një fëmijë ka kaluar një periudhë terapie trajtimi të disleksisë që ka ndjekur, si është pjesa e ankthit, si e shikon ai, për shembull nëse bën 3 muaj ndjekje me terapi, si qaset ai në ambientet e shkollës, në shoqëri ose në grupet ku ai është pjesë? Shiko, në varësi të moshës së fëmijës, krahas trajtimit dhe planit që hartojmë për disleksin, është edhe pjesa emocionale, sepse siç thash, fëmijët me disleksi kanë vetbesim dhe vetvlerësim shumë të ulët. Dhe ti dallon që në momentin e parë që fillojnë kur ju prezantohet pjesa e leximit, thonë, por unë nuk jam lexues i mirë, nuk jam aq i mirë në lexim, ose intonacioni i tyre është ndjeshëm i ulët. Pastaj fillon dhe kjo pjesa e lëvizjes së duarve, e ankthit, e nervozizmit, e frikës së përballjes me detyrën. Në momentin që fitojnë një farë sigurie dhe progresi është i dukshëm dhe në sytë të tyre, pra fillon dhe motivimi, ndjen më të sigurt, kanë dëshirë, pyesin për planin e ditës, pra çfarë kemi për të punuar sot, pra i qasen më ndryshe dhe rritet vetbesimi, motivimi, në shkollë janë më të përfshirë. Mendojnë që do arrijnë, më tregojnë me shumë dëshirë notat që marrin nëpër teste, sa shumë kanë arritur krahasojnë veten me vitin e kaluar. Kjo është kënaqësi e pamas. Një rast, për shembull, mund të arrijë nëse ka ndjekur terapinë për një periudhë të caktuar dhe po flasim ka një prognozë të mirë në trajtimin që ai po ndjek, sa është mundësia që ai të arrijë të jetë pothuajse mosha mendore kronologjike të shkojnë në ekuilibër me njëra tjetrën? Kjo është shumë interesante, unë gjithmonë them që fëmijët me disleksi së parë janë dhuratë, sepse kanë inteligjencë shumë të mirë dhe janë fëmijë që funksionojnë gjëra praktike të jashtëzakonshme me një botë artistike të mrekullueshme. Studimet që janë bërë
tregojnë që edhe pse fëmijët me disleksi ishin trajtuar në mënyrë intensive dhe kishin ndjekur terapi të ndryshme, dhe tashmë ishin student për PhD, pra në doktoratur, sërish ata ishin ndjeshëm më të ngadalë se sa lexuesi tipik. Pra që do të thotë, ai që ke përballë, personi që ke përballë nuk ta kupton ti vështirësinë, por ti sërish si disleksik ke dilemën tënde nëse B-ja është D apo D-ja B. Pra qoftë edhe për 1 sekond. Pra kjo vështirësi vazhdon për gjatë gjithë jetës, por që është ndjeshëm më ulët se sa në fillimet e saj ku nuk arrin të dekodojë asnjë fjalë. Se fillojnë mekanizmat të mbrojtës dhe është e pjesa që se strategjit se si hartohen, do me thënë që kamuflohet më mirë dhe fillon që personi t'ja dalë dhe ta bëj më të lehtë pjesën e studimit dhe pjesën e leximit dhe të shkrimit, por që vështirësia ngelet gjithmonë në brendësi, në rrjedhshmëri apo edhe në shpejtësinë e leximit. Po siç edhe ju e thatë, është pjesa praktike, duke menduar strategji dhe mënyra të ndryshme ja dalin. Krahasuar me vendet e tjera, sa ndrysh ose sa vështirësi, po flasim në kontekstin shqiptar, sa vështirësi hasin fëmijët që janë të diagnostikuar me disleksi kundrejt një vendi në Europë? Në vendin tonë nuk njihet as nga pjesa e ligjit, pra disleksia si një vështirësi që të ketë prioritet, sepse në momentin që një nxënës diagnostikohet me disleksi, në Europë apo në vende të tjera ka të drejtën që provimet t'i japi të gjitha me gojë, që të ketë të drejtën, pra që libra dhe mësimet i dëgjojnë në audio, sepse është i pabarabartë, pra në momentin që diagnostikohet me disleksi. Në Shqipëri nuk e kemi akoma këtë lehtësim për fëmijët me disleksi. Edhe janë shumë të mirë në memorizimin, në pjesën auditive, në momentin që i dëgjojnë, pra arrin të memorizojnë shumë shpejt. Kjo është një pengesë apo një vështirësi që ata hasin në ecurinë akademike, dhe kur mendojnë që pra duke u rritur klasat, vështirësitë dhe ngarkesat shtohen dhe frustrimi i tyre bëhet akoma më i madh, pra duke dashur ta shmangin gjithmonë pjesën e shkollës. E qartë, dhe nëse do thoja ndonjë mesazh ose çfarë do dëshironi të ndryshonit në Shqipëri, mendoj që duhet të jetë pjesa e njohjes së disleksisë edhe lehtësimi për pjesën akademike, pra të testimeve, të provimeve, të jenë në pjesën e të bërit me gojë, pra këta fëmijë të kenë lehtësi dhe të kenë mundësi të shpalosin potencialin e tyre, të mos ndihen pra të barabartë me bashkëmoshatarët e tyre, sepse kanë kapacitetin e plot që të jenë njësoj, pra në një mënyrë ose në tjetër, dikush është me shkrim, dikush është me gojë, por që ta kenë mundësinë e barabartë. Unë i propozoj shumë provimet me gojë, të paktën për këtë pjesë të nxënësve. E qartë, po aktualisht në arsimin, sidomos në pjesa arsimit fillor, në momentin që një fëmijë merr një plan të individualizuar, një plan PEI, a ndiqet dhe është efektiv ky në raste të tilla? Në pjesën e shkollës? Po, në pjesën e arsimit fillor. Po, nëse ndiqet, unë shikoj raste nga praktika që lën shumë për të dëshiruar. Pra, në momentin që plani ndiqet ashtu siç është përgatitur, individualizuar për nevojat e fëmijës, unë jam e sigurt nëse punohet mirë, rezultatet është e pamundur që mos duken. E qartë, është kundrejt se duke marrë parasysh që jemi në pjesa e mësuesit mbështetës, asistenti, mendoni që mund të jetë një pikë kyçe ose roli psikologës në të tilla raste? Mendoni që mund të jetë një faktor pozitiv për raste të tilla, apo mund të funksionojë që nëse mësuesja merr planin PEI, mund t'ia dalë gjithashtu në raste të tilla kur fëmia ka një diagnozë të disleksisë? Fëmijët me disleksi nuk ka nevojë për një mësues mbështetës apo për një suport ekstra, ka nevojë për më shumë kohë. Edhe në momentin që kanë për të shkruar diçka, t'i jepet më shumë kohë në dispozicion. Të mos vlerësohet për gabimet, po për përpjekjet që tregon fëmia. Të mos vlerësohet për shkrimin, por të vlerësohet për përqendrimin, për përkushtimin, se në momentin që ti vë theksin te gabimet, ti atë fëmijë e ke penalizuar, i ke humbur motivimin. Pra jo sa nëse ka bërë 5 gabime dhe një të saktë, sa mirë e bëre këtë dhe ato 5 gabime
jam e sigurt që herës tjetër do t'i përmirësosh. Pra motivimi është çelësi, fëmijët janë duke u rritur dhe nëse i vëmë në qendër të kritikave dhe i vëmë në pa gabimet, nuk do t'i lëmë asnjëherë që të çelin dhe të lulësojnë, sepse janë fëmijë që kanë potencial të jashtëzakonshëm. Po në rastin kur fëmia përveç disleksisë normalisht është e shoqëruar dhe me ADHD dhe sillet refuzuese, kundërshtuese dhe mësuese nuk arrin që të menaxhoj në raste të tilla. Fëmijët me ADHD, sidomos për pjesën e hiperaktivitetit edhe të impulsivitetit, ka nevojë patjetër për një suport dhe për një mësues mbështetës që ndjek edhe ai një program specifik mbështetës për fëmijën. Dhe fëmijët me ADHD kërkojnë një plan pune shumë më të gjerë, pra në pjesën e shkollës, të rregullimit emocional, sepse ADHD-ja e lartë indikon dhe penalizon fëmijën që mos ndjeki as socializimi, rregullat e lojës, të ndërpresi çdo aktivitet. Është i shkëputur nga klasa. Po shumë prindër thonë është shumë hiperaktiv, por luan 2 orë me Lego. Sepse ai atje ka interesin, por rutina jonë nuk është interes dhe një gjë specifike. Ne çojmë të gjithë që në mëngjes dhe bëjmë gjëra që duhet i bëjmë patjetër. Dhe këtu ka nevojë për strukturë. Fëmijët me ADHD ka nevojë për strukturë që rritet gradualisht. Pra fillohet me një interval kohe shumë të shkurtër, 5 minuta, 10 dhe me objektivat dhe sistemi i shpërblimit që unë e preferoj shumë. Pra nëse arrim të bëjmë gjërat më pak të pëlqyeshme, në fund kemi ato që na pëlqejnë më tepër dhe kështu vendoset ajo rutina dhe disiplina e ditës. E qartë, raste të tilla ka plot që dëgjojmë që madje janë përjashtuar edhe nga kopshtet, nga shkollat, vetëm për arsye sepse nuk është arritur që ato fëmijë të përshtaten me klasën, grupin ku ato ndodhen. Është vërtet dhe terreni është shumë i vështirë, pra fëmijët në praktik dhe pjesa më e vështirë e ADHD-s është impulsiviteti. Impulsiviteti dhe zemërimi pa kontrolluar, që prish marrëdhëniet me të tjerët, në fund fëmia ndihet i vetmuar, i përjashtuar, dhe askush nuk pranon që të rrimë të, ndërkohë që janë impulse të cilat janë tërësisht të pa kontrolluara dhe të pavarura nga ai. E qartë, edhe e njëjta sjellje po ashtu vazhdon siç është në shkollë dhe është edhe në shtëpi. Në shtëpi, po, janë sjellje të cilat janë të pa kontrolluara në mjedise të ndryshme. Dhe mjafton një ndezje e vogël dhe kemi një shpërthim impulsiv që është i pa kontrolluar dhe këta fëmijë janë interesantë sepse kur i pyet i thua, po pse ndodhi kjo, pra i kërkon që të flasin, thotë nuk e di se çfarë po ndodh me trurin tim. Pra janë impulse që vinë në mënyrë shumë të shpejtë dhe janë veprime që të pakontrolluar para se të kalojnë në procesin e të menduarit. Pra dhe ata shpesh pendohen, kërkojnë falje, por janë veprime që ndodhin aq shpejt sa nuk kalojnë në procesin e të menduarit. Edhe normalisht është shumë e vështirë dhe për mësuesit nuk është ide që duhet të drejtojmë gishtin tek edukatorët ose mësuesit, por është prapa ajo që edhe ju e thatë, pjesë e bashkëpunimit për të arritur një marrëdhënie bashkëpunuese për të ndihmuar fëmijën për të arritur. Në momentin që kemi bashkëpunimin, unë mendoj që ja dalim gjithmonë. Pra nëse bashkëpunojmë mësues, prind dhe qendër, arrim që të bëjmë më të mirën për fëmijën. E qartë. Sa raste të tilla mendoni që janë të pa diagnostikuar edhe pse mund të jenë me disleksi ose me ADHD ose të dyja bashk? ADHD-ja duket që është në shifra shumë të larta, me një përhapje shumë të lartë tek djemt, hiperaktiviteti dhe impulsiviteti, ndërsa te vajzat ajo që bie në sy dhe që tregon praktika është deficiti i vëmendjes. Pra, fëmijë që janë të përhumbur duket sikur janë ndërrimtar në botën e tyre. Por pjesa më problematike është pikërisht hiperaktiviteti dhe impulsiviteti, që dikur kanë thënë që është i lëvizur apo i shkathet, por kur kjo shkatësi na prish rutinën dhe na ndërhyn në gjërat në cilësinë e jetës, bëhet problematike dhe kërkon ndërhyrje, sepse duke u rritur fëmia gjatë adoleshencës ka tendencë drejt sjelljeve deviante, pra ato që nxisin më shumë dhe kërkojnë adrenalinë. Në të rritur, sot kemi adult që diagnostikohen me ADHD dhe janë njerëz që kanë punuar shumë me veten e tyre dhe e njohin mirë veten e tyre dhe thonë gjithë jetën kanë pyetur veten çfarë nuk shkon me trurin tim. Pra kjo zvarritje e punëve, të lënit përgjys, duke i lënë këto punët e pabëra janë këthi nis të rritet, një ankth që e di që ato punë
janë po të tua dhe ti do t'i bësh, dhe këto çojnë në lënie të gjërave të përgjegjësive dhe në fund krijohet një gjendje konfuzioni dhe ankthishtuar dhe shumë gjëra dhe projekte të papërfunduara. Është tipike ajo që themi sot për fëmijët, është shumë i shkatët dhe shumë i zgjuar dhe por prap duhet të shikojmë krahasuar me fëmijët e tjerë, edhe pse nuk duhen krahasuar fëmijët, por për disa element patjetër për moshën, po flasim. Një pikë kyçe që i sjell shpesh prindrit është kur bëhen me fëmijën e dytë dhe shikojnë një mungesë ekuilibri midis tyre, pra që nuk përputhen, thotë deri në këtë moment mendoja që do t'i kapi këto hapat e zhvillimit dhe se do kaloj, po kur e krahasoj me fëmijën e dytë, duket një diferencë shumë e madhe dhe këtu alarmova. Cili është ai keqkuptim që lidhet me disleksinë që e keni vënë re këto kohë? Me disleksinë është keqkuptimi më i madh është që trajtohet si pa aftësi në të nxënë, pra që si mungesë inteligjencë. Dhe mua kjo më vjen shumë keq. Është një perceptim i gabuar, pra që disleksia nuk ka lidhje me mungesën e inteligjencës. Përkundrazi, fëmijët me disleksi kanë një IQ, pra dalin në testet e inteligjencës shumë më lart se sa fëmijët që janë lexues tipik. Truri i tyre funksionon mirë me imazhe, funksionon mirë me krijimtari, me imagjinat, por që kanë pjesën e ngërçit të leximit. Dhe unë thash që në fillim të bisedës që nuk duhet kurrësisht që të ngatërohet dhe të keqkuptohet si paaftësi në të nxënë apo vështirësi e përgjithshme në të nxënë. E qartë, ndonjë rast nga puna juaj kur ka ndodhur një keqkuptim që prindri ose mësuesi ose sugjerimi, referimi që ka ardhur te ju është se është dembel, nuk nxë, nuk mëson, ose nuk dëshiron, është domethënë me raste të tilla ka patur? Po, ka pasur raste, janë të përditshme në fakt të raste që referohen, sepse disleksia në shumicën e raste ka dhe këtë ADHD-n e bashkëshoqëruar dhe një fëmijë që nuk arrin të lexojë, është sfidues, nuk ulet dhe këto perceptohen si një mungesë dëshire, si dembelizëm dhe të referuara si mungesë inteligjence, pra që sa kam punuar me të dhe sërish nuk arrin të shkruaj përveç emrit të tij. Dhe në testet e inteligjencës dalin me një IQ shumë të lartë, superiore, janë fëmijë me potencial të jashtëzakonshëm. Dhe puna me këta fëmijë ka treguar pra edhe një kënaqësi shumë të madhe edhe te prindrit dhe te mësuesit, por mbi të gjitha tek vetë ata kur shikojnë që arrin ditë pas dite të ecin në pjesën akademike dhe emocionale. Qartë. Si e shikoni ecurinë e qendrës të disleksisë në Shqipëri, duke marrë parasysh kaq kohë, domethënë raportin ose statistikat që ju i keni, domethënë deri tani, si e shikoni në 2 vitet e ardhshme për shembull? Qendra ka funksionuar për te pritshmërive dhe unë jam shumë e lumtur që punoj me fëmijë që i njohin mirë vështirësitë e tyre dhe duan t'i kapërcejnë ato. Kjo është pjesa më e bukur sepse ata arrin të identifikojnë ku i kanë vështirësitë dhe që duan t'i kalojnë këto vështirësi, të dalin më mirë në provime, të kenë marrëdhënie më të mira me bashkëmoshatarët e tyre dhe shpresoj shumë dhe besoj që të kemi një ndërgjegjësim më të madh edhe te pjesa akademike, pra më shumë referime nga mësuesit, pra identifikimi i hershëm. Një fëmijë, identifikimi i hershëm bëhet nga mësuesi, sepse prindi mund të di nëse fëmia arrin të lexojë apo jo, por nuk di dhe nuk arrin të masi shpejtësinë e leximit, grupimin semantik, aplikimin e rregullave gramatikore apo gabimet që bëhen në pjesën e shkrimit, por mësuesi arrin të identifikojë këto shumë herët. Pra, njohuri dhe trajnimet për mësuesit na e bëjnë punën më të lehtë, pra edhe në pjesën e referimit edhe trajtimit të fëmijëve. Qartë, cila mund të jetë një mënyrë ose se si mund të ndërhyet në sistemin tonë arsimor në Shqipëri për të marrë atë trajnimin e duhur të gjithë mësuesit dhe për të arritur në identifikimin e sa më të hershëm të rasteve të tilla? Atëherë pjesa e trajnimeve duhet të jetë e shpeshtë, duhet të jetë e çdo viti për mësuesit që edhe screenimi i fëmijëve pra që fillojnë shkollën.
në vështirësitë në lexim dhe në shkrim. Pra mbas semestrit të parë, këta fëmijë duhet të skrinohen, të shikohen vështirësitë e tyre dhe të referohen në mënyrë që mos të humbim kohë edhe mos të ngarkohen këta fëmijë dhe të kenë pasoja psikosociale, sepse ajo që më shqetëson më tepër përveç faktit të disleksisë është pjesa emocionale dhe frustrimi që kalojnë fëmijët në pjesën edhe të bullizimit në shkollë apo edhe të përjashtimit dhe të kritikës së tepërt. E qartë, normalisht është pjesa e trajnimit, po si mund të ndërhyet më konkretisht, për shembull, kush mund të jetë roli i kujt? Mund të jetë psikologu një rol kyç në këto momente, mund të jetë roli ndonjë specialisti, në raste siç edhe thatë ju në 6 muajin e parë ose 3 muajin e parë të bëhen këto testet. Unë përveç se jam drejtuese e disleksisë në Shqipëri, jam edhe me profesion logopede, kështu që një nga lobimet tona të hershme ka qenë pikërisht vendosja e logopedit në shkolla, por edhe në kopshte. Pa që të problematikat e artikulimit, të folurit, të komunikimit, deri te pjesa e disleksisë, sepse disleksia është një kompetencë e logopedit. Kështu që identifikimi nga ana e tij në shkolla do të ishte shumë efektive në trajtimin edhe prognozën. Normalisht sa më herët ndërhyrja e hershme është ajo që sillet Chelsea i rezultateve sa më efektive. Një mesazh për prindrit. Mesazhi për prindrit është i qartë edhe është me zë të lartë në fakt çfarë do lloj vështirësie që shikojnë te fëmijët e tyre, të drejtohen te profesionistët, të mos vonojnë në kohë. Pra, vështirësitë nuk kalojnë vetë dhe ka nevojë për një vlerësim më të specializuar. Diagnoza nuk na ndryshon fëmijën. Fëmia është ai që ju keni lindur, me ose pa diagnozë. Por diagnoza na ndihmon ta përshkruajmë më mirë dhe të kuptojmë më mirë vështirësitë e fëmijës, si për ne profesionistët, ashtu edhe për prindit. Nëse ne njohim burimin e vështirësive, ne dimë edhe ta ndihmojmë dhe ta pranojmë më mirë atë. Kështu që të japim fëmijëve mundësinë që të shpalosin potencialin e tyre. E qartë, përveç mesazhit që normalisht është prindja ai më kryesori, por siç edhe u përmend, edhe mësuesi luaj një faktor kyç. Kështu që një gjë për mësuesit, për të gjithë edukatorët dhe mësuesit, si në shkolla, kopshte, after school, kanë një rol thelbësor në zhvillimin e fëmijës. Pra, përveç pjesës akademike, në fëmijët i çojmë në një ambient të sigurt ku marrin dhe mbështetje emocionale. Çdo vështirësi dhe çdo sjellje, çdo devijim nga ajo që është norma, ta referojnë te psikologu dhe më pas te specialisti. Vetëm duke ndihmuar dhe duke referuar, pra të shmangim rolin e të qenit indiferent. Pra të japim një kontribut në përmirësimin dhe në zhvillimin e fëmijës. Referimi na ndihmon pra që të identifikojmë vështirësitë dhe të trajtojmë ato. Dhe të kemi një bashkëpunim midis nesh, pra një bashkëpunim është çelësi i suksesit. Rrugë tjetër nuk ka. Patjetër, për të ndihmuar fëmijën, gjithsesi kjo. Shumë faleminderit që ishi pjesë e këtij episodi. Të falenderoj shumë. Faleminderit dhe shihemi në episodin e radhës.